Psalmi 3. Për ti o Zot, je mburoja ime, lavdia ime dhe ai që më ngre kokën lart. Ky psalm është shkruar nga Davidi kur po ikte nga biri i tij Absalomi. Dhe mësojmë tek e dyta Samuelit kapitulli 15. Ai ndodhe në një moment tepër të dhimbshëm, i tradhtuar, i ndjekur dhe i rrethuar nga armiq që donin ta shkatronin dhe ta vrisnin. Megjithatë, përmes frikës dhe dëshpërimit, Davidi i kthen syt tek Zoti dhe e shpall besimin e tij tek Perëndia. Në këtë psalm, Davidi na mëson si të reagojmë kur jeta na sulmon nga të gjitha anët. Ai nuk e fsheh frikën e tij sa shumë janë ata, thot, që ngrihen kundër meje. Po përballë kësaj frike, ai zgjedh besimin, jo panikun. Ai njeh Zotin si mbrojtjen e tij. Mbrojtja e Davidit nuk ishte me ushtar, por ishte Zoti që e rrethonte me siguri. Ai e njeh Zotin si lavdinë e tij. Edhe Zoti është ai që e rrethon me lavdi, edhe pse i përbuzur nga njerëzit, deri i tij qëndronte në Zotin. Zoti është ai që i ngre kokën lart. Zoti është ai që jep forcë të shoh përsëri me shpresë. Pra kur gjithçka është kundër nesh, ne mund të përjetojmë të njëjtën paqe që Davidi kishte. Ai tha, unë fjeta dhe u zgjova, sepse Zoti më mbështet. Tek vargu 5. Besimi te Zoti sjell pushim të vërtet, sjell paqe në mes të stuhisë. Mos e lejo frikën të të rrëzoj. Ngrije kokën lart, sepse Zoti është me ty. Ai është mburoja dhe nderi yt. Thirrri Zotit dhe kërkoj Zotit ndihmë që në rrethana të vështira dhe kur armiq të rrethojnë, kujto Zotin dhe kujto që Zoti është mburoja jote. Kërkoj Zotit të japi forcë, kërkoj Zotit të japi besim, sepse vetëm Perëndia është me ty. Edhe kur bota bie mbi ty, Zoti është ai që të mban në këmbë. Zoti është mburoja e atyre që besojnë tek ai. Zoti bekoft.